Ne vazhdimisht kemi pyet veten se këta akademikët e gjuhës shqipe, këta studiosët e gjuhës shqipe këta e kanë vendosur, po ne pyesim veten. Sa kohë ka që shkruhet Shqipja? Jo sa kohë ka alfabet shqip, po sa kohë ka që shkruhet Shqipja. Edhe unë kam mendimin, kam frikën, kam dëshimin që është shkrujt gjithmonë pa ndërprej. Po është shkrujt kush e di me germët e gjuhëve të tjera, si greqisht, arabisht, latinisht, italisht, e ku të di unë, por është shkrujt. Pse themon këta me bindje të plot? E thonë për arsye se ne vazhdimisht kemi thonë për poemat homerike, Iliada dhe Odisea, që nuk ka mundësi, nuk bën vaki në gjuhën tonë të përditshme, që Homerit kishte mund të shkruante këto poema dhe këto tjenë zanafillët e letërsisë. Një poezi kaq që fuqishme, kaq që madhe. Nuk mund të linte në një ditë. Pra janë shkrujt mbi një shtres tjetër, arritjesh poetike madhore. Mirë po ne s'kemi pse shkojmë kaq larg, ne shqiptarët. Për arsye se ne e njohim poezinë e shkruar me rilinësit tanë, me frashërit, Naimin, Çajupin. Edhe me njëherë është një poezia që madhe, briljante në çdo varg, në metrik, në shprehje, në bukuri, në fjalor, në të gjitha në kadencë, që si jemi në gjendje të shkruajmë ne sot, që do të thotë që Shqipja ka qenë shkrujt i jetë e matë. Edhe nuk kemi nevojë të shkojmë në aq larg. Të shkojmë të këngët e vjetra që na vin bres mas bresi. Vargjet, nuk them për këto lehthite, këto budolliqet, këto tralalat. O nipi im sa i mirë je, o morë rrugën për Gjermani, o kush ma ka ditëlindjen, kush këso pesliqe do kemi gjithmonë. Këso leshtërikësh. Por e kam fjalën për poezi madhore, edhe të thjesht, edhe të bukur, edhe shpresë, edhe gjithë metaforë. Për shembull, vargjet e tilla, vargun e parë shtoi unë saporin. Vrap në kru, e vrap në magje, shiut lag, e dielli dojq, polli pela, 12 mazë dhe samare nuk i hoq. E dyta, polli pela, 12 meza, ose mazë, si thanë, e samare nuk i hoq. Vetëm kjo fjali, rafensit fuqi shprese, ka gjuha shqipe që s'mund të ketë nga një njeri që lindi sot në qoftë se s'ka ardhur bres mas presi. Vargje më kujtohen më këngët, unë them të nanës Shidit që më rritim knante një këngë, ose ma i men që më thoshte ato vargjet, gurgullon këneta, qka që gurgullon e shkreta, thonë se ka ku qedrën mrena. Pra shifni se me çfarë metafore, me çfarë elekuencë, me çfarë bukurie, me çfarë shprehësh madhore e përshkruhej një dasëm, ku gurgullin këneta qanë një madh i vogël, çka që gurgullin e shkreta, pse qajnë, çkan? Thonë se ka ku qedër mrena, se kur metesh femra goca pa martu në atë ko, ishte si ku qedër, se sillte fjalë nga bota, turpe, ndoshta do të pa qenë të gjithë sajonin tjerë, se foli me këtë, foli me atë. Çfarë shprehesh? Por edhe sa e thjesht,
matën bregut, matën kodrës, ka fillu nota me ra, hona me ra, rri një djalët e mos bregut, me një vajzë ka ranë sëvda, kaq thjeshta, kaq shprehse, kaq bukur, kaq magjepse, qoftë në dashuri, qoftë dhimbje lart, në mërkim. Jo, nuk thejmë vetëm për ato vargje që janë bo labidar, për të urës që gjabes, thue nënët më shesi që qetë se ku të dion, por dalën dyshe ka përshkoni. Kur të ka dalën dyshe ka përshkoni, do t'ju lej një porosi, vendet tim kur të kaloni, thoni vdiq një djalë i ri, me sa pak vargje, me sa fines, me sa thjeshtësi, me sa lëshmëri, sa dhimbje, sa piklim, sa tmerr. Jeni qeret shqiptarë që shkonin në mërkim. Vlezër e motra, metaforat, simbolet për shumë o rushti ku që i bukura, i knat nusës, ose ti moj skile i leqare, o moj skile i leqare, është një mënyrë shprehje që s'mundet të ketë nis në këtë brezët që jemi ne, ka ardhë brez më spresi, kohë mas kohë. Vlezër e motra, sa pak kemi po ne për të lëvru rënjët tonë dhe sa shumë bëjmë ne me njërës pagu, me njërës i shkolloj, me njërës i ka dhënë shkolla e në verhoxha, këto gjithë të maskarit të klysh të kurvëve që janë Akademinë e Shkencëve, me pare dhe shtetit janë shkollu, kanë shku edhe jashtë. Edhe vetëm për mi bo gropën Shqipës, gjuhës Shqipe, kompit, për me bo punën e Serbëve kryesisht, më shumë se sa të grekëve, të slavëve, të varosin çdo gjohë shqiptare, të mos bëjnë kërkim dhe hulmutime, se si, ku mund t'jetë shkrujt Shqip në gjuhët që ne, pra gjuha Shqipe, fjalët Shqipe për më gerë më të huja, është e pamundshme. Por ne, dhe gjithë ata që i kemi ngrit në krye, gjithë tyreve që u kemi dhonë, mundësit me djersën tonë, me punën tonë, me mundin tonë, të shkollohen e të në pri neve, në kanë bovari neve. Si që kemi dhe dy partit, nuk them të gjithë madhë për krerët, Berish e Ram, nuk janë gjë tjetër, veç se klika janë shtrirja në gjakun tonë e kancerit serboslav, që po në shkatrojnë në çdo fush, në çdo formë, edhe kryesisht me këto besëllikun që ne quajmë në këtë leshtërikun Akademi e Shkencave, me shkencëtarët tanë që bëjnë shkencën antishkencë të slavëve, serbëve, që të na zhdukin neve në radhë të parë, besimin në vetvete, krenarinë në vetvete, që jemi dhe kemi qenë për herë në këtë dhe ku jetojmë, është për të ardhë keq. Për mu më knaq deri diku dhe mje besim. Ajo fjala e shokut tim poetit Tuj, Ymer Nurkës, që kur që përmendi me emrin duhet themi qytetar nderi Maliqit dhe i Durrësit. Nurka më thotë Sami, mos është shqetësa. Shqipja ka jetu dhe do t'jetoj, kombi jonë ka jetu dhe do t'jetoj dhe është si oqeani, që i merë gjitha leshtërikët e kësaj toke, gjithë pisliqet e kësaj toke, edhe prap vetë filtrohet, i nxjerr pisliqet mrapsh, ose i futet jenë fund detit, edhe metet po ai që ka qenë, gjithmonë, i pastër. Sami Gjoka ju përshnet.